Mos fokuso shumë në të kaluarën. Kaluara ka ikur dhe nuk do të kthehet kurrë. Po ashtu, mos u shqetëso për të ardhmen, sepse ajo nuk është ende këtu. Ti duhet të mësosh që të jetosh në këtë moment të tanishëm dhe të gjesh mënyrën më të bukur për ta bërë këtë. Dhe mbaj mend, qëllimi i jetës tënde nuk është gjë tjetër vetëm se të mësohesh të shijosh kalimin e kohës. Besoj procesit.